Kam sjell recetën e fileteve të pulës të përgatitura me një salcë unike sikur në restorant, në një përgatitje të thjeshtë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Morim gjoks pule dhe e prem në fileta të holla. Këtu kam 500 gram me gjoks pule dhe e bëjmë marinimin. Fillimisht marinimin do e bëjmë me hudhër të bluar. Kështu i hedhim nga të dy anët. Tash mishin e kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër bëjmë marinimin. Tash i hedhim melmesa të përzira apo veget. I shtojmë nga të dy anët dhe vegetën. Tash vetëm nga njëra anë i hedhim biber të zi, mund t'i hedhni gjeks të ëmbël, varet si doni. Pranë që ja hedhëm biberin e zi, do i hedhim këtë lloje të salcës nga Maggi, e cila është për mish. Kështu, shtoj nga pak të secila dhe bëjmë palosjen e mishit, njërën mbi tjetrën. Kështu, dhe e lajmë të qëndrojë për 2-3 orë që ta merr mishi mirë marinatën. Salca do jep një shije shumë të mirë. Mishi ka qëndruar rreth 3 orëve në marinat. Marrim një tigan të lloj që nuk nxeh dhe në të shtojna pak vaj ulliri dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare nxehim vajin pak. Vaji është nxehur pak, tash e shtojna mishin, filetat e hollës i kalojmë në tigan. Dhe në fillim i skuqi mirë nga njëra anë, kështu në temperaturë mesatare, më pas i kthejmë nga ana tjetër. Mishi është skuqur mirë nga njëra anë, tash e kthejna nga ana tjetër dhe nga ana tjetër e skuqim kështu dikon për 4-5 minuta. Ka një aromë shumë të mirë. Gjoksi i pulës është skuqur nga të dy anët, tash e largojna nga tigani. Në tigan hedhi pak gjallë, e shkri pak gjallëpin dhe shtoj një qep të bërë në blender, të bluar emët. Dhe qepën e skuqi mirë duke e përzier vazhdimisht deri ajo sa të zbutet mirë. Kam zbutur qepën mirë, e kam fërkuar kështu duke e përzier. Tash i shtojna 400 ml me ujë të kripur holla. E përzi masën. Ja shtojna një gotë 110 ml me ujë, mirë po ujin dhe shtoj ku ke ajka, te kena ku ishte ajka, sepse ka ngelur një pjesë e madhe e ajkës, që ta kalojna të tërën. Kështu. Shtojna 180 gram me pavllak. Shtojna veget me lukë mesme ose krep dhe masën e përzina mirë, derisa ta fitojmë një masë të njëtrajtshme. Kam përzier masën mirë, tash ja shtoj një lukë mesme me origano, ose nëse doni mund t'i shtoni dhe kopër të thatë. Përsëri e përzi.
Masa pothuar se ka fillu që të vloj, tash e kthejna gjoksin e pulës. Kështu, tek salca e përgatitur. Shtojna dhe lëngun e ngelur në pjatë. Mishin me salcën do I zim për 15 minuta në temperaturë mesatare, enës nuk ja vendosim kapakun, derisa të bëhet zirja e mishit me përgatisim pilavin. Sa I radhe do e servoj unë me pilav këtë salcë me mish, kurse jo mund ta servoni me pire, me makarona, me patate të vogla, kjo varet krejt nga dëshira juaj. Masa është gati të largohet nga zjarri dhe lojmë pak që të ftohet derisa pilavi të jetë gati. Recetën e pilavit nuk e kam sjellur, e kam në një video pak më të vjetër, mund ta shihni atë nëse jeni të interesuar për recetën e pilavit. Tash e largoj tiganin nga zjarri. Pilavi është gati, e kam servu në pjatë. Dhe gjoksi I pulës me salcën është ftofur pak, ka dalë shumë mirë, besoj se shija s'ka. Ka ngelur asgjë tjetër, vetëm se ta shijojmë këtë pjatë të bukur, t'ju demonstroj nga afër se si ka dalë mishi I pulës. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë fileta pule në një salcë të shishme si në restorant, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.